Përshëndetje të nderuar shikues, ja ku po ritakohemi në këtë ditë të fundit të javës së punës për gjithë ata që janë me fat për ta mbyllur këtë javë pune sot, por patjetër në këtë orar si gjithmonë me emisionin Gjurmë do trajtojmë një temë tjetër sot, por një temë e cila në fakt ditët e fundit, periudhën e fundit, në fakt çdo vit ne në dimër i rikthehemi kësaj teme, mirë po kësaj radhe duket sikur ka tejkaluar çdo kufi të mundshëm, bëhet fjalë për ndotjen e ajrit dhe në fakt ajo po diskutohet tërkohën, njerëzit e vrejnë, çdo ditë kur zgjohemi me atë dëshirën për të parë ca rreze dielli jashtë, mirë po fatkeqësisht ndotja mbulon edhe ato dhe shumë gjëra tjera. Por gjithsesi, për të folur për ndotjen e ajrit, jo në dimenzionin, le të themi kështu ambientësor, se si po vjen deri tek ndotja, cilët janë ato faktorët, edhe pse ndoshta mund t'i përmendim gjatë rrugës, ne sot do t'i fokusojmë pak më shumë shëndetit ton, sepse në fakt gjithë ne, deshëm apo s'deshëm, nuk e kemi zgjidhje për ta thithur këtë ajër në cilin ne jetojmë dhe si ndikon kjo në shëndetin tonë, cilat janë pasojat afatshkurte, po edhe ato afatgjate të cilat ne mund t'i presim. Së bashku me mua këtu në studio është Zekria Shahini, pulmologu dhe me cilin do flasim pikërisht për mushkrit, por edhe më gjerë. Mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se ju gjeta, përshëndetje për ju dhe për gjithë shikuesit e televizionit Alsat. Mendoj që është një temë e zgjedhur, një temë e momentit me të cilën po ballafaqohemi të gjithë banorët e vendit tonë, ne si mjek, pacientët dhe gjithë personeli. Ne do flasim në shumë dimensione, po unë du di për juve si mjek, unë çdo mëngjes zgjohem me dëshirën për të pasur rreze dielli, sepse duket sikur dielli e rregullon disponimin tonë në mëngjes, mirë po kur ju shihni ajrin jashtë, si mjek, çfarë ju shkon menjëherë në mendje? Me të hapurësit në mëngjes kur shohim mjekun dhe ajrin e ndotur, domethënë menjëherë na shkon mendjat e numrit i pacientëve dhe fluksi i tyre i cili domosdoshmërisht po rritet në këto momente, fatkeqësisht nga pasojat e këtij ajri i cili është shumë i ndotur, i cili po na sjell shumë probleme neve si mjek, pacientëve, por dhe gjithë banorëve të vendit tonë. Unë thash e kemi të domosdoshme, gjithçka tjetër ndoshta në jetë mund ta zgjedhim, ta bëjmë ose mos ta bëjmë, po të marrim frymë është e domosdoshme. Si mund ta përshkruajnë kalimin e këtij ajrit në organet tona të brendshme dhe deri ku ai mund të arrijë? Shkon deri në çdo qelisë tonën ndotja që ndodhet në ajër? Patjetër pajtohem me ju plotësisht se e kemi domosdoshme ta thithim ajrin se pa ajër nuk mund të jetojmë, po nuk e kemi domosdoshme ta thithim ajrin e ndotur, nga i cili mund të mbrohemi dhe për të cilin ka zgjidhje, por fatkeqësisht ajo zgjidhje nuk po gjendet dhe po neglizhohet në të gjitha njansat. Ajri i ndotur, domethënë siç e thatë edhe vetë, thithet dhe futet në organet e frymarrjes nëpërmes gojës dhe hundës dhe të kalon deri te në rrugët e mëdha të frymarrjes të mesme dhe deri ata të vogla. Fatkeqësisht grimcat e ajrit të ndotur, siç janë PM 2.5 dhe PM 10, e them këta 2.5 në bazë diametrit të mikroorganizmave, që futen domethënë në organizëm, ata deportojnë thellë në rrugët e frymarrjeve, në alveole siç njihen, dhe këto grimcat PM10 mund të kalojnë edhe në gjak, domethënë nga ngjatësisë së ajrit dhe po na shkaktojnë shumë probleme në aparatin respirator. Pra, sa më e vogël të jetë grimca, aq më lehtë mund të thithet edhe deri në pjesë më të grimcat më të vogla deportojnë deri te organet më të vogla të frymarrjes dhe na shkaktojnë probleme për të cilat pasojat fatkeqësisht janë shumë të mëdha. Ne do flasim për këto pasoja, do i flasim edhe dimensionet cilat mund t'i merr kjo, mirë po ku e shohim atë, le të themi, vinë e kuqe në ajrin sa i përket shëndetit? Kemi ne në Maqedoninë e Veriut ajër 100% le të themi të pastër, ashtu siç e meriton shëndeti i secilit prej ne edhe gjatë verës? Këtë ajrin e pastër domethënë mund ta gjejmë në hapësira, domethënë në vendet malore ku ka bimë, domethënë, dhe ku ajri është shumë i pastër, ku nuk është i ndotur, ku nuk themi, kështu nuk ka arritur dora e njeriut, ku nuk ka toksina, ku nuk ka vetura, ku nuk ka gjegje të materialeve të dëmshme atje, po në vendet mjedisit ku po jetojmë ne fatkeqësisht jemi ndër vendet e para në Evropë, mos them edhe në botë, me ajër të ndotur. Në fakt, për situatën momentale, kemi edhe institucionet të cilat kanë dalë me të dhëna, sepse patjetër është kompetencë e tyre. Para se ne të vazhdojmë edhe ta thellojmë bisedën, duam të shkojmë me qëndrimin e Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësiror. Ata sot kanë dalë me një qëndrim regjia, nëse mund ta shfaqim vizartin, do t'ju kisha lutur. Dhe ta shohim se cili është qëndrimi i tyre. Në fakt, ata flasin mbi situatën momentale të ajrit dhe ne do t'i rikthehemi pastaj edhe me mjekun këtu në studio, dhe nëse e shohim tekstin në faqen zyrtare të ministrisë, aty tregohet se si është situata momentale dhe referohet që në vende të caktuara kemi ajër shumë
më të ndotur se sa që do duheshte të ishte, kështu ata i referohen qendrës, Gazibabës, Lisiqe dhe rektorat si një prej pjesëve ku është e kaluar pragu i alarmit dhe në fakt ata dalin edhe me rekomandimet e tyre në pjesë të asaj se çfarë thohet është që të intensifikohet mbikëqyrja e jashtëzakonshme inspektuese ndaj instalimeve me leje ekologjike të integruar të tipit A dhe kështu me radhë. Mirë po edhe ka të bëjë edhe me rekomandimet që i referohen edhe njerëzve dhe secilit nga ne, që është rekomandimet që subjektet juridike apo punëdhënësit t'i lirojnë nga obligimet e punës graqta të zëna personat mbi moshën 60 vjeçare, si dhe personat me astmë kronike, me infrakt të kaluar në mikroat dhe në goditje në trup, pa marrë parasysh moshën me rekomandimet e mjekutam dhe duhet riorganizuar orari i punës për personat që punojnë në ambiente të hapura të punës nga ora 11 deri në ora 17. Pra kemi një kategori të personave që brenda kufive të Maqedonisë së Veriut tashmë le të themi kështu zyrtarisht janë të liruar nga angazhimi i punës mu për shkak të ndotjes së ajrit. Doktor, u përmendën disa persona. Gratë shtatzëna, personat të cilët janë mbi moshën 60 vjeçare, fillimisht të flasim për këto dy kategori, përse i shohim më të cenuara? Gratë shtatzëna domethënë janë ata që nuk duhet të shkaku i barës që e bari me veti, shkaku i fëmis që e bari në veti nuk duhet të ekspozohen ndaj ajrit të ndorë, sepse automatikisht domethënë dëmtohet shëndeti i tij respirator, po lidhshmëri me ta ka edhe shëndeti i fëmijës i cili në të ardhmen do të lindë dhe pavarësisht se si do jetoj, ku do jetoj, pasojat nga ndotja e ajrit do të jenë. Kurse i përket personave të moshuar, fatkeqësisht tani çdo person i moshuar mbi 60 vjeç shoqërohet me 2, 3 apo 4 komorbiditete. Njëra ndër ta komorbiditete janë smujat pulmonare dhe smujat kardiake, të cilat janë dy sisteme në të cilat ajri ndotur ka ndikim direkt dhe vështirëson jetën e tyre dhe vështirëson mënyrën e jetesës së tyre dhe na sjell shumë probleme. Po gjithashtu përmenden edhe personat të tjerë i kanë përcaktuar, nuk kanë bërë grupime, por thonë që personat me astmë kronike, me infrakt të kaluar dhe goditje në trup, pa marrë parasysh moshës, duhet liruar nga puna. I shohim vetëm këto 3 kategori si më të rrezikuara? Nëse jo, nuk janë të vetëm 3 kategori që janë, po thjesht Ministria ka dalë me ato se të cilët janë më të rrezikuar dhe ka bërë një farë lloj rangliste, po këto do ta zgjedhja pacientët, domethënë me astëm, me smulje pulmonare obstruktive kronike, si është COPD dhe te fëmijët. Pacientët me astëm, domethënë ato dankohen gjithmonë janë të rrezikuar nga diçka, ndonjë infeksion, diçka. Vetëm të themi se janë në një stadium më të rrezikuar nga gjithë. Në moment që e thithin ajrin e pastër, mos them kështu në thojza ta them, është vdekje prues për pacientët të cilët janë me astmatik, sepse ato automatikisht thithja e ajrit të ndotur ndikon te rrugët e frymëmarrjes duke shkaktuar një ngjeshmëri më të madhe dhe kemi domethënë bllokim të rrugëve të frymëmarrjes dhe vështirësohet në temose thithja e ajrit dhe nxjerrja e dioksidit të karbonit dhe kështu na sjell pacientët drejtohen tek ne për të kërkuar ndihmë. Të tillë janë edhe pacientët me smundje pulmonare obstruktive kronike, ata përveç se shumica e tjerë pacientëve janë edhe pirës të duhanit, duhan pirës janë dhe thithja e ajrit, domethënë kur bëhen këta dy bashkë e vështirëson shumë më shumë frymëmarrjen, ku të pacientët me smundje pulmonare kronike fatkeqësisht kemi edhe rritje të numrit të vdekshmërisë. Ne gjithashtu kemi edhe deklaratën e Ministrit të Shëndetësisë, ne mund ta ndjekim regjia nëse kemi gati deklaratën e Ministrit, ai në fakt i referohet edhe masave paraprakisht të cilat unë vetë më i përmenda, mirë po sot është dhënë konferencë për shtyp. Знаете дека не сме надлежни за квалитетот на воздухот од таа гледна точка, но сме надлежни за здравјето на нашите граѓани, затоа Институтот за јавно здравје веќе излезе со препораки. Ние го следиме секој ден тој момент на квалитет на воздухот и исто така на дневна база се комуницираме со институтот за да може да се синхронизираме за понатамошни чекори од таа гледна точка. Edhe ministri referohet këtyre masave, sa është e rëndësishme që të jemi të rrept dhe strikt në zbatimin e këtyre masave. Pajtohem plotësisht me deklaratën e ministrit, domethënë që jep masa, por fatkeqësisht ne më shumë po japim, domethënë po themi se si të parandalojmë, po asnjëherë nuk po mirëme me shkakun, se cili po shkaktojmë, asnjëherë nuk po mirëme me
pasojat të cilat po i shkaktojnë ajrit, domethënë nuk po mirën me shkaktarët, kush po e ndodh këtë ajër. Domethënë këto që i themi tani, i thot ministri, i themi na si mjek, domethënë me pacientët që janë me smundje pulmonare kronike, i thonë mjek tom, i thonë të gjithë mjek, i thonë të gjithë njerëzit, domethënë, po nuk është automatikisht është e pamundur që të zbatohen gjithë, sepse njerëzit kanë nevojë të dalin jashtë, kanë nevojë të lëvizin, kanë nevojë të punojnë dhe nuk mund të shmangen. Është e pashmangshme kontakti me ajrin e ndotur. Na para se të shërojmë duhet të miremi me pasojat, domethënë me shkakun i cili ajri, pse po vjen ky ajri ndotur. Unë kisha thonë është e kuptueshme ajo që Ministria e Shëndetësisë nuk ka këto kompetenca, ka kompetenca në ata që ka thonë domethënë se mirën të gjitha masat që të parandalohen përkeqësimet e pacientëve, siç e thamë, që janë me astëm, me smundje pulmonare kronike, me smundje kardiake, me smundje me infarkt në tru e të gjithë të tjerat, por ama ne duhet miremi më shumë me shkakun dhe me shkaktarët të cilët po e ndosin këtë ajër kaq shumë dhe më mënyrën e jetesës në cilën ne fatkeqësisht po jetojmë në këtë vend kaq të vogël, po me pasoja shumë të mëdha. Këto mbajtja e maskave shpesh herë, njerëzit i shohin, unë shoh shumë shpesh në rrugë mbajtjet maskave, na ka mbet nga koha e pandemisë, mund të jetë ndonjë zgjidhje mikroskopike ose jo? Mbajtja e maskës është një preventiv, domethënë shumë e mirë, veçanërisht ata që i njohim si maska KN95, domethënë janë maska shumë të mira të cilët na mbrojnë nga thithja e ajrit të ndotur dhe janë të rekomanduara veçanërisht me pacientët të cilët janë të predispozuar që të marrin, që të përkeqësohen gjendja nga thithja e ajrit të ndotur dhe e shoh si një zgjidhje domethënë shumë të mirë mbajtjen e maskës. Ndërsa domethënë në shtëpi, mos dalë në orët e hershme të mëngjesit, të them nga ora 7 deri ora 10, kur atëherë është mjegulla më e dendur dhe kur lëvizja e makinave është më e madhe dhe kur lirohet gjithaj gaz dhe temi i ndotur, atëherë pacientët të cilët kanë smundje pulmonare kronike, smundje astmatike, smundje kardiake, është mirë që mos të dalin. Të bëhet domethënë ventilimi në shtëpi, të hapen dritarët 2-3 minuta, 10 minuta dhe të mbillen dhe mos të ketë kontakt me ajrin, ajo do t'i sjellë shumë më mirë, domethënë pacienti do ndjehet shumë më mirë në ato raste kur nuk do të ketë kontakte me ajrin e ndotur. Thamë që maskat mund të jenë një preventiv, mirë po patjetër nuk mund t'i ikim ajrit. Për të ashiruar gjithë shikuesve tanë, cilat mund të jenë ato pasojat e menjëhershme që ne mund t'i shohim nga thithja e përdiqme ajrit çdo ditë që ne duhet dalim, shkojmë në punë dhe t'i kryejmë angazhimet tona? Është normale se pasojat nuk mund shifen menjëherë. Nuk janë pasoja që shifim për brenda minutave, për brenda orëve, por nëse e marrim pasqyrën e njerëzve dhe pacientëve të cilët vinë në institucionet shëndetësore për të kërkuar ndihmën e mjeku, atëherë vetëm është në dukje se për shembull nëse bëjmë një krahasim me pacientët të cilët kanë kërkuar ndihmë në institucione shëndetësore gjatë muajve të verës, themi prej muajit mars deri muajit gusht dhe pastaj me fillimin e shtatorit, tetorit dhe muajve tjerë të cilët janë të dimrit, atëherë shohim se kemi një rritje themi 100% të pacientëve. Nëse gjatë kohës së verës kemi 20 pacientë apo 30 që kërkojnë ndihmë, për shembull flas në klinikën e pulmologjisë ku jam unë aty impostuar, tani në kohën e dimrit janë 4 ambulanca të cilat punojnë non-stop, domethënë dhe kemi mbi 100 pacientë që kërkojmë. Kjo është një kallëzues i asaj se fuqja e ajrit të ndotur në organizmin e njeriu shkakton domethënë dëme të konsiderueshme. Pacientët të cilët kërkojnë ndihmë, domethënë fillimisht nuk flas për pacientët kronik, flas për pacientët të cilët vinë për herë të parë te ne, fillimisht ankohen për vështirësinë e frymarrje, për dhimbjen e gjoks, për shërngimin e gjoks, për koll e cila nuk i dihet shkaktari se edhe pas disa analizave për shembull të cilat i bëjmë, të cilat janë themelore për zbulimin e asaj, shohim se pacientët nuk kanë ndonjë virus ose bakteri, por thjesht e kanë një koll të cilat nuk mund të shpjegohet dhe automatikisht na asocion se kjo koll domethënë është thirrur ose është ka ardhur nga thithja e ajrit të ndotur të cilën e thithim çdo ditë. Kurse sa i përket asaj se pacientët se sa dëmtohen, domethënë janë pacientët kronik, ata të cilët e kanë mbi supe këtë dhe e ndjen peshën e këtij ajrit të ndotur. Ku tham edhe në fillim se pacientët me astëm dhe pacientët me smundje pulmonare kronike janë ata të cilët janë më të rrezikuarit, duke mos janë shkaluar këtu të futen në këtë kategori pacientët e moshuar, se tham ato detyrimisht shoqërohen me titra komorbiditete fatkeqësisht dhe fëmijët të cilët sistemi respirator i tyre është në rritje, domethënë është në zhvillim dhe automatikisht në një sens që është në rritje në zhvillim, nëse dëmtohet, mos ta them kështu helmohet, atëherë edhe pasojat do të jenë edhe më të mëdha. Dhe fatkeqësisht kemi edhe shumë fëmijë të cilët kërkojnë ndihmë, duke filluar nga mjekët am dhe duke në të gjithë institucionet shëndetësore, numri i pacientëve është shumë i rritur.
Do ndalemi pak tek fëmijët, sepse ata janë më të pafajshmit në tërë këtë rreth. Cilat do të ishin ato veprimet e para, t'i ndalë ndoshta edhe në grupe, që nga foshnje deri tek fëmijët ku duan dalin jashtë dhe të lozin me top? Fëmijët, do më thonë, edhe pse ne nuk kemi shumë kontakt me fëmijë, nuk kemi kontaktin me fëmijë kanë pediatër dhe në konsulta që i bën me mjekë, se kemi shumë shok pediatër që i bën edhe atë që fluksi është i rritur, më thëmë i stërrritur. Kemi pacient fëmijë që kërkojnë ndihmë nga ata më të vegjël, por ata që janë domosdoshmë foshnjët nuk kanë dalje shumë të shpeshta në ambient, nuk kanë shumë kontakte me ajrin e ndotur dhe pasojat e ata fatmirësisht janë më të vogla. Por fëmijët, themi prej moshës 5 vjeçare, prej atëherë kur fillojnë të shkojnë në çerdhe, atëherë kontakti i tyre që si në mëngjes për edhe gjatë ditës me ajrin e ndotur është më i shpesht, edhe fatkeqësisht aty kemi edhe infeksione të ndryshme të cilat provokojnë provokojnë edhe probleme tjera që e prekin edhe aparatin respirator, atëherë kemi edhe bronhitet e ndryshme, kemi pneumonit e ndryshme të cilat fatkeqësisht detyrojnë pacientët që të kërkojnë ndihmë dhe duhet shoqëruar me ilaçet që të lehtësohet gjendja e tyre shëndetësore dhe këtu vetëm fillon ai zinxhiri i rrënimit të imunitetit të pacientëve, domethënë ku kthehemi dhe shohim se ajri ndotur është ai i cili fillon problemin dhe pastaj zinxhir vjen edhe shumë sëmundje tjera që cilat nuk mund t'i parandalojnë. A do t'ishte ndoshta një rekomandim për prindrit e ri që faret mos dalin jashtë me foshnjët në këtë ajër që e kemi tani? Po, do të ishte një rekomandim të më thonë se edhe nëse prindët dalin edhe vetë ju nëse kanë foshnjë në shtëpi dhe do më thonë hasin në probleme me thithjen e ajrit të pastër, atëherë vetëm paraqiten probleme respiratore, atëherë detyrimisht edhe te foshnjët do të ketë do më thonë probleme tjera. Kështu që dalja për të gjithë kategoritë është e panevojshme, domethënë, nëse nuk është e detyrueshme dalja, atëherë është më mirë të rrihet në shtëpi në këtë stinë dhe në këto momente kur ajri është shumë i ndotur, ku po e vërejmë edhe vetë dhe po e shohim edhe vetë. Veçanërisht në orët e mëngjesit kur dalim të shkuar në punë, flas prej orës 6 deri ka ora 11 atje kur është mjegulla është shumë e dendur, atëherë ajo është veç evidente dhe shifet, domethënë nuk duhet shumë eksperimente shifet se sa i ndotur është ajri në Shkup dhe në gjithë qytetet e Maqedonisë. Për t'u rikthyer këtyre dëmeve, ndoshta personat kronike kanë barën më të madhe, mirë po kur duhet të jenë ato shenjat e para që secili nga ne duhet duhet shkoj tek mjeku, tek një pulmolog? Shenjat e para, domethënë te pacientët kur paraqiten ata automatikisht kur paraqiten shenjat vetëm kërkojnë ndihmë te mjeku dhe mjeku ai i cili është i rekomanduar se është zinxhiri nga mjekësia primare te mjekësia sekondare dhe nga mjekësia sekondare te ajo terciare me pacientë të cilët kanë shumë pasoja nga thithja e ajrit të ndotur. Fillimisht pacientët të cilët kërkojnë ndihmë në mjekësinë primare janë ato pacientët të cilët thonë thjesht me zgjimin nga gjumi, domethënë sa e bën edhe të hapa, 15 hapa dhe filloi ta ndjej një lodhje dhe një diskomfort, një dhimbje në gjoks dhe një kollë, ata detyrimisht detyrohen të kërkojnë një ndihmë sepse nuk ndehen rahat si në punë, po edhe në shtëpi dhe kërkojnë ndihmë te mjeku të cilët mjekët janë të ngarkuar në këtë stinë. Mundohen të gjejnë një zgjidhje, por kur shohin se zgjidhja nuk po vjen pas 3-4 ditësh, atëherë orientojnë te mjekësia sekondare, ata i klasifikojnë pacientët, ju japin ilaçe ata që duhet dhe pastaj pacientët më të rëndë, ata që janë kronikë dhe që nuk kanë zgjidhje, detyrohen që drejtohen klinikave. Numri i pacientëve është shumë i madh, klinikat janë të sërmbushura, klinika e pulmologjisë, ashtu edhe 8 shtatori, instituti i tuberkulozës, të gjithë janë të sërmbushura, më thonë numri i shtetërve është shumë i vogël në krahasim me ata që po kërkohet. Pra nuk ka kapacitet për tërë kërkesën që është? Kapacitet ka, po numri i pacientëve është shumë i madh si pasojë e kësaj që po flasim temën që e kemi sot. Domethënë se klinika e pulmologjisë ka rreth 50 shtetër, të cilat janë të sëmbushur, domethënë se nuk kemi vetëm këto smundje pulmonare obstruktive kronike dhe astmë, po kemi edhe smundje tjera malie, karcinomët e mushkërive dhe smundje tjera, të cilat edhe ato pacientë kërkojnë trajnim dhe bashkërisht sjellin shumë të llovi në reportin e pulmologjisë që edhe pse mundohemi me gjithë personelin që ndalim, po ndoshta nuk po arrijm atë kulmin që të arrijm ato që dojmë ne si mjek. Nëse e shohim në aspekt afatgjat, sepse ndoshta 2-3 vite ne po thithim vetë se morradhazi ajër të ndotur, mirë po ka të dhëna se cilat mund të jenë ato pasojat që secili nga ne mund t'i vuaj pas disa vitesh duke thithur këtë ajër? Pasojat janë ato që i thamë edhe më parë, domethënë se
me thithjen e ajrit pastër vetëm sistemi respirator dëmtohet. Dhe nëse dëmtohet atëherë nga ajo që është akute, do shkaktohet ajo kronike që do e mos domethënë imuniteti i organizmit të njeriu do të bie, sistemi respirator, rrugët e frymores janë të dëmtuara nga ajri që po e thithim çdo vit, dhe atëherë ne detyrimisht do të trajtohemi si pacient me smuje kronike të sistemit respirator, do detyrohemi që të fillojmë me një terapi për të mbrojtur dhe për të liruar. Për ata e thash edhe në fillim se më mirë është të shifet shkaku shpesh shkakton dhe të parandalohet shkaku sa të trajtohet. Parandalimi është më i mirë se trajtimi, ajo është evidente dhe besoj dhe shpresoj që organet kompetente se si mjek, çdo mjek, domethënë duke filluar nga mjekësia primare dhe ne kemi bën thirrje që të parandalohet të gjendet një modull, ndoshta Maqedonia si shtet nuk është edhe në atë nivel, nuk i kemi kushtet që të parandalojmë, po të paktën duhet të përpiqemi dhe të shohim diçka evidente, që të paktën të shohim se me çka po ngrohet popullata, sepse këta thërmi dalin, domethënë, ndoshta numër 1 është makinat, domethënë që djegin naftë, ata janë ndocit e ajrit, e dita janë lëndë djegës. Ne nuk po e dim se me çka po ngrohet kjo popullat dhe mbi ka po vjen gjithaj ajri ndotur këtu në vendin tonë. Besoj që një parandalim, një studim pak më i mirë dhe me i dhënë hapësirë pak më shumë kësaj teme, do të jetë shumë më lehtë edhe për banorët, po edhe për neve si mjek, sepse do të kemi numër shumë më të vogël të pacientëve dhe trajtimi do të jetë shumë më i lehtë. Nuk do të kemi shumë përkeqësime siç kemi këto ditë. E shifni çdo vit situatën e njëjtë ose ka ndonjë ky vit mund të jetë ndoshta më i rëndë se sa vitet tjera, si e vlerësoni? Të paktën nëse shkon domethënë kjo po shkon në një horizontale, domethënë mund të ketë një lëvizje, po ajo është një përqindje shumë e vogël, domethënë numri i pacientëve që kërkojnë ndihmë janë të themi se të njëjtë. Ndoshta fatkeqësisht mund të themi që edhe po rritet po zvoglim, po flas paktën për këto 5 vitet e fundit, edhe në pjesën kur ishte korona, po edhe para koronës dhe pas tani, besoj që nuk kemi ndonjë rrëmje fatkeqësisht të numrit pacientëve që po kërkojnë ndihmë, edhe si pasojë fatkeqësisht është ndoqja e ajrit. Një pyetje hipotetike, nëse do qëndroni për një kohë caktuar në vise malore, ne jemi me fat që kemi vise malore, a do të nënkuptonte që ne e ribëjmë sistemin ton respirator dhe ndoshta regenerohet dëmtimi që është bën nga ndotja e ajrit? Nëse flasim hipotetikisht, ashtu mund të themi se domethënë me ndaljen e ajrit pastër, domethënë se rrugët e frymores do hapen, do zgjerohen, do futet ajri deri në alveole, siç themi, në rrugët më të vogla të frymores, do të kemi pasrim të rrugës frymore. Po në moment që kthehemi prapë domethënë ajo është një rikthim, shifet dhe pastaj kthehemi në gjendjen është ajo dalja në ajër të pastër, domethënë dhe shëtitja në viset malore është shumë e mirë dhe preferohet domethënë mos them si antidot i kësaj që po ndodh me ndoqjen e ajrit, por ajo na mbron organizmin, por nuk është ajo zgjidhja, se domethënë nuk është mundësia që gjithë banorët dalin dhe të shëtisin në viset malore. Më e mira ishte që shteti, domethënë ministritë përkatëse të marrin masa që të pengojnë helmimin e ajrit deri në këtë masë. Domethënë të gjendet një modull, sigurisht se duhet marrët një modull për vendeve tjera të cilat kanë nivel më të ulur të ajrit të ndotur, të mirët një modull të mirët se patjetër se gjithçka ka zgjidhje, por vetëm duhet pak investigim, duhet metoda të zgjidhjes se si mund të arrijmë deri te ajri i pastër. Pra rekomandimet janë më shumë që të parandalohet, në fakt mjekësia më duket e ka një shprehje më i lirë është parandalimi se sa mjekimi. Mjekimi, është parandalimi domethënë do na sjell edhe mirësi për pacientin, domethënë pacienti do ndjehet më mirë, nuk do të jetë i smur, por edhe mjeku do të jetë më i lirë sepse nëse parandalojmë, edhe nëse pacienti është i smur në një shkallë më të lehtë dhe nuk ka nevojë për intervenime, domethënë shumë më të rënda edhe hospitalizime shumë herë brenda vitit, sepse pacientët kronik ndodh që hospitalizohen brenda vitit 4 deri në 5 herë. Domethënë nëse kemi një sasi të ajrit më të mirë, domethënë nuk kemi ajër të ndotur, atëherë do të bie edhe numri i hospitalizimeve dhe do të jemi shumë më të lirë. Aktiviteti fizik jashtë më shumë dëm ishi duke thënë. Aktiviteti fizik, domethënë siç e thash edhe një herë, se është shumë i mirë për organizmin e njeriu në bazë dinamikës që po jetojmë dhe në bazë mënyrës se si po ushqemi, por në këto momente që ai shumë i ndotë edhe në orat e mëngjesit kanë pas shumë njerëz që dalin dhe vrapojmë në këtë mjegull në këtë ajër të ndotur, besoj që nuk ja vlen sepse këtu direkt dëmtojmë sistemin respirator dhe nuk e di sa vlerë ka aktiviteti fizik kur kemi dëmtim të një organi i cili është vital për organizmin e njeriu. Dhe mbi gjitha nëse unë nuk gaboj nga orët e mia të biologjisë, thuhet që kur vrapon
kërkojmë mushkrisë zgjerohen edhe marrim edhe më shumë ajër. Po, atëherë organizmi kërkon edhe më shumë ajër, domethënë edhe përshpejtohen edhe rrojet e zemrës dhe kërkohet më shumë. Atëherë e thithim në një sasi, domethënë të ajrit që është i ndotur dhe besoj që do të na sjell pasoja shumë më të mëdha. Besoj që aktivitetet fizike janë shumë të mira, por jo në orët e mëngjesit atëherë kur sasia e ajrit të ndotur është shumë e madhe dhe e thithim dhe na shkakton dëme në organizmin tonë. Ose ti bëjmë brenda. Të zgjedhim mënyrën se si, por as të mundësisht të largohemi kontaktit me ajrin e ndotur. Një zgjidhje që shumë njerëz e kanë bërë është që blejnë ca aparatura në shtëpi për të pastruar ajrin. Mund të jetë ndoshta një zgjidhje kjo për të mbajtur së paku ajër të pastër brenda shtëpive? Është një metodë, domethënë, që na ndihmon, nuk e zgjidh problemin, po thjesht na ndihmon që sadopak, sot kemi mundësi që ta pastrojmë ajrin, ajo është në të mirë të organizmin tonë, si ja lehtësojmë organizmin, domethënë, për ta filtruar ajrin, marrim aparate të cilat edhe atë ajër që e thisim në dhomat ku jemi, të jetë sadopak, ndoshta nuk është 100% i pastër sikur siç duhet të jetë ajri, po të paktën me 1% sa të mund të zvogëlohet, ajo na ndihmon që t'i ndihmojmë organizmin që ajrin që e thithim të jetë sa më i pastër. Kështu që ndoshta edhe mund të jetë një opcion. Është efikas, domethënë nuk mund të them se është efikas, në bazë atyre studimeve që i kemi pa që janë bërë, domethënë nëpër dhoma ku është vendosur aparati për ta filtruar ajrin dhe në dhomë që nuk ka pas aparat, domethënë janë bërë studime dhe është parë se aparati domethënë ndihmon në pastrimin e hapësirës nga ajri i ndotur. Kështu që ndoshta edhe njerëzit mund t'ju drejtohen edhe pse, siç do i rikthemi kësaj, nuk duhet secili nga ne ta ketë barrën për ta pastruar ajrin. Nuk duhet ta ketë barrën për ta pastruar ajrin, por fatkeqësisht kemi ndodhur në një vend, kemi ndodhur në këto kushte që kjo barrë na ka rënë mbi supë dhe ne detyrimisht detyrojmë që të gjejmë metoda alternative si të arrijmë që të paktën t'ia lehtësojmë organizmin që mos ta fusim në organizmin tonë ajrin e ndotur. Në anë të maskave, me anë të mbylljes dritareve, me anë të aparateve të ndryshme, domethënë të zgjedhim mënyrat vetëm e vetëm që organizmit t'i ofrojmë një ajër mundësisht të jetë sa më i pastër. 100% i pastër fatkeqësisht nuk mund të themi se mund të kemi në këto hapësira ku po jetojmë veçanërisht nëpër kryeqytet ose nëpër qytetet më të mëdha ku lëvizjet e makinave janë shumë të mëdha, ku gjegja e lëndëve është shumë e madhe, atëherë detyrohemi që të kërkojmë metoda alternative që sadopak ta pengojmë fuqen e ajrit të papastër në organizmin dhe pasojat i kemi sa më të vogla. Nëse do duhesh të tipni disa rekomandime që ju jepni pacientëve që zakonisht vinë, këtu duke thënë gjithmonë që në momentin kur keni diçka dhimbje, patjetër të drejtoheni mjekëve am. Mirëpo si mjek, cilat do të ishin ato gjërat e para, ndoshta jo edhe shumë mjekësore, jo shumë tretmane të rënda, po që njerëzit mund t'i bëjnë në shtëpi për ta përmirësuar gjendjen. Nëse nga kjo studio do jepja një mesazh më së pari për pacientët me smuje kronike, domethënë pacientët që janë astmatik, pacientët me smuje pulmonare obstruktive kronike dhe pacientët me smuje kardiake. Pacientët astmatik dhe pacientët me smuje pulmonare kronike, domethënë e kanë të domosdoshme qëndrimin në shtëpi. Nëse dalin, janë detyrimisht të detyruar të dalin, atëherë kanë të domosdoshme mbajtjen e maskës. Shumë me rëndësi dhe jetike te pacientët me smuje pulmonare obstruktive kronike dhe pacientët astmatik është përdorimi i terapisë kronike të cilat ata e përdorin, sepse shpesh herë fatkeqësisht pacientët e na domethënë pa u konsultuar fare me mjekun vinë pas një periudhës verës ku frymarrja tek ata është shumë më e lehtë sepse ajri është më i thatë, nuk është i ndotur dhe e vazhdojnë atë cikël, domethënë futen në muajt e dimrit të vjeshtë dhe të dimrit dhe nuk e marrin terapinë, e kanë lënë pas dore. Dhe kjo na sjell pasoja shumë të rënda pastaj derisa ta rikthejmë gjendjen e mushkërisë në gjendje që ka qenë. Domethënë rekomandimi që i jepet pacientëve me smuje kronike të mushkërive, domethënë është që terapia asesi të mos lihet, as gjatë muajve të verës, po detyrimisht është domosdoshme dhe është jetike që gjatë muajve të vjeshtë dhe muajve të dimrit terapia të përdoret rregullisht, domethënë. Edhe pas përdorimit të terapisë. Nëse kemi vështirësi në frymëmarrje pacientët kronik, domethënë duhet patjetër të drejtohen te mjeku am që të marrin udhëzimet e duhur dhe të drejtohen te pulmologu që mos vije deri te ndonjë fatalitet me vdekje, sepse shumë shpesh herë pacientët të cilët vinë në fazë terciare, të themi, që janë shumë të smur, fatkeqësisht përfundojnë edhe me vdekje dhe numri i vdekshmërisë gjatë muajve të dimrit te pacientët kronik është shumë më i madh se sa gjatë muajve të verës. Kurse sa i përket popullatës që nuk ka smuje kronike, janë ato rekomandime që po i flasim nga fillimi i emisionit, domethënë, që ti shmangin lëvizjet
e panevojshme, kur nuk kemi nevojë të dalim në mëngjes, domethënë të thithim ataj. Nëse dalim, mundësisht të mbajmë maskën pavarësisht paragjikimeve, sepse jetojmë në një vend ku paragjikohemi pse e mban maskën, mos jetë diçka i smur apo diçka të tillë. Është më e rëndësishëm shëndeti sa mendimi i njerëzve të tjerë. Dhe nëse paraqitet domethënë shenja të ndonjë smuje, siç e tham, koll, ose rësi në frimarje apo diçka tjetër, mos ta bëjmë shumë gjatë, domethënë ka 3-4 ditë është shumë normale që të provojmë pa medikamente, domethënë me çaj ose me diçka tjetër, që është në bazë bimore, por nëse e shohmi se pasojat po vinë dhe po përshkallëzohen dhe gjendja po vend të përkeqësohet, atëherë detyrimisht sa më herët është më mirë të drejtohemi te mjeku dhe të marrim rekomandimet e mjekut dhe pastaj të shohim se çfarë mund të bëjmë për të parandaluar që pasojat të jenë fatale. Përmendet çajt, ka diçka specifike që mund të bëjmë nëse një ditë na vem, kemi kështu dhimbje ose 2 ditë që ndoshta mund ta zgjidhim edhe vetë në shtëpi? E thash çajet, domethënë se zakonisht, domethënë kur kemi dhimbje fiti, kështu janë ato metodat, domethënë me vitamina, me limon, me çaj, këto çaj i ngrohtë që na ndihmon, domethënë në zbutjen e simptomeve, por këtu po flas për simptoma shumë të lehta kur është vetëm fillimi, po nëse kalojmë në një fazë tjetër kur kemi koll, kur kemi dhimbje në krahror, kur nuk mund mbushim mirë me frymë, atëherë këto kalojnë në plan të ditë dhe duhet të kërkojmë ndihmën e mjekut. Fatkeqësisht duhet të them kështu edhe një gjë që mbrengos domethënë në vendet tona, sepse shohim shumë, nuk jam kundër mjekësisë alternative, mos keq kuptohemi, po shohim domethënë shumë produkte, shumë medikamente që dalin domethënë nga mjekësia popullore, del dikush e shpik një, se thotë është një ilaç për gjithë smundjet e mushkrive. I shëron të gjitha smundjet e mushkrive. Dhe pacienti duke e parë se është i mbi ngarkuar me ilaçe, se ato ilaçe i ka të domosdoshme, vetë ju i ndalon ilaçet dhe fillon me një produkt që cilët e ka pa diku në internet apo ja ka rekomanduar dikush, dhe pastaj kur të kthehet në gjendje, kur vjen deri te ne, vjen me një gjendje shumë të rëndë që fatkeqësisht ndonjëherë nuk mund ta rikthejmë aty ku ka qenë. Kështu që duhet të kemi shumë kujdes se çfarë ilaçe marrim dhe asnjëherë pa konsultën e mjekut mos t'i lëmë ato ilaçe që na i ka rekomanduar mjeku, sepse çdo diagnozë, çdo ilaç që jepet nga mjeku domethënë ka ardhur nga një testim i cili është bërë organizmet të njeriut, për shembull i mushkrive, dhe është dhënë terapia bazë e cila do t'i mbajë gjallë ata mushkri dhe nuk do t'i lajë të dëmtohen më shumë. Pikërisht, në fakt këto ishin 3 mesazhet më kyçe gjatë tërë kësaj bisede. Unë ju falenderoj edhe një herë që ndat kohë për të qenë sot në studion tonë dhe për diskutuar mbi këtë temë që është ndoshta tema kryesore e momentit. Faleminderit që më dha hapësirë mua, unë jam nga shumë të ata mjekë që kanë nevojë me dhënë për dhënë një mesazh të pacientët, të gjithë mjekët, domethënë në nivel të vendit, duke filluar nga mjekët primar, sekondar dhe ne që punojmë në terciar, e kemi të njëjtin mesazh domethënë te pacientët, që të më shumë t'i kushtojmë rëndësi preventivës, të ruhemi sesa trajtimit, sepse kur smuremi atëherë trajtimi është shumë më i vështirë dhe do ta kemi shumë më vështirë edhe ne si mjek, edhe pacientët pasojë do t'i vuajnë, ndoshta edhe për një kohë pak më të gjatë. Por atë edhe mesazhet e gjithë mjekëve, po edhe jemi këtu në këtë studio, pasi që më dha hapësira është që të më shumë t'i shmangemi, domethënë, pasi është tema për ajrin e ndotër, më shumë t'i shmangemi ajrit të ndotër sa pastaj të trokasim nëpër dirë të ambulancave të ndryshme për të kërkuar ndihmë. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit edhe juve. Ne këtu mbyllim këtë emision për ditën e sotme, për këtë javë, patjetër që do ju lëm takim nga e hëna dhe të mos i harrojmë 2-3 gjërat shumë të rëndësishme të cilat u përmendën gjatë kësaj interviste. Gratë shtatzëna, personat mbi moshën 60 vjeçare dhe personat e sëmurë kronik të mos dalin jashtë pa nevojë, të shmangen ajrit të ndotur, si gjithmonë sëmund ato dhimbjet apo ndryshimet e vogla të cilat ne mund t'i shohim për një kohë disa ditore, të shkojmë tek mjeku, të mos i lëmë asgjë dhe si gjithmonë mbajtja e maskave dhe preventivën maksimale që ne secili nga ne mund ta bëjmë nga shtëpitë tona, ta bëjmë në mënyrë që të ruajmë shëndetin tonë, sepse siç na tha edhe mjeku këtu, nga ato dhimbjet e vogla me vite me radhë mund të kalojnë edhe në sëmundje kronike. Unë ju përshëndes, ju uroj një fundjavë të këndshme dhe siç thash, do ritakohemi nga e hëna nga ora 15 deri në ora 16, si gjithmonë me një temë tjetër. Mirupafshim.